Sa herë thojmë, nuk mundëm me shku në kish, rrejmë. Nuk më del nge, rrejmë. Nuk kam ko, rrejmë. Ose sa herë thojmë, jo po mesha nuk bën për mu se unë jam katënor, prapë rrejmë. Ose nuk jam idej, prapë rrejmë. Pse nuk thojmë, nuk du. Kjo është sinqeritet i zemrës. Nuk du me shku, se bo me dash të gjejmë. Kohën, mënyrën, mundësinë e tona gjanët. Mëndëna, mesha nuk është tish për njerëzit e dej. Mesha në mënyrë konkrete është mundësi shëlbimit për ata që janë e të keqën, që lirohen edhe falën e mirësisë së Krishtit, shëlbohen e pështohen. Lum ata që janë të thirrur me marrë pjesë në gustinë e Krishtit. Lum ai që merr pjesë në gustinë e mbretërisë që doret të ngjitë sot. Lum ai, pse? Sepse atë kjo se ka me keni pa dej, Zoti ka me e bot dej. Ashtaj që nafton, ashtaj që do me na bë pjesë të darkës së tij, të shëlbimit, ashtaj që don me na ngi, ashtaj që don me na pështu. Krishti don me na shëlbu. Mos ta refuzojmë, mos t'i bijmë mohit, sepse bëjmë mëkatin më të madh të jetës tonë.